Këto detajet sot na erdhën të fundit, edhe këto deri tani ka 8 persona të plagosur, 6 persona të vrasur, edhe në këtë kjo problemi filloi nga ky personi me tynës turk në 37 vjeç, ishte ndër nga gruaja, bashkëshortja e vjetër e atija, bën një takim dhe atje ky e sulmoi, e vrau me një pushkë me pompë, me atë edhe pastaj u largoi nga ajo zona, edhe pas asaj rastësisht një djalë kulloste bagetit të 16 vjeç, atë e vrau, bëri një hyrje në stacion e benzinit, atje 2 veta e vrau, pastaj një restorant, një vrarje 50 vjeçare, totalisht 8 persona, edhe këta 8 persona nuk kanë lidhje me këtë personin, asnjë afërsi, asnjë familjarisht një lidhje. Vetëm zona shumë është tronditur sepse personi kur ka sulmuar të gjithë atë zonën është larguar edhe e ka lënë makinën, veturën në atë zonë. Gjandarmaria ose policia të Turqisë po kalon, po bën kërkime me dron ose me helikopteret në të gjithë zonën. Për këtë moment edhe social media nga shteti të Turqisë që mos lartësohet tensioni, për këtë lajm është ndaluar, nuk bëhet një shpërndarje, edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogani dha një mesazh për të vdekur, një mesazh ngushëllim, edhe për të plagosur një mesazh urime shirime për këto. Edhe governatori asaj zonës, Mersin Tarsus, edhe me të gjithë ekipet të sigurisë, po e kërkojnë personin, edhe personi mendohet që kanë marrë disa lajme, është droguar me drogë ose edhe ka disa probleme shëndetësore, mendje shëndetësore, me këto problemet ka bërë këtë sulmin. Pra, autori është identifikuar, nuk është kapur ende nga autoritetet, ndërkohë që bëhet fjalë për një hakmarrje mes një çifti, pra, ku bashkëshorti është ndarë nga bashkëshortja dhe më pas ka degraduar situata deri në këtë akt nga ana e autorit, ku deri më tani pra kemi 4 viktima, në mos gaboj apo jo? Viktimet u bën 6 Janë bërë 6 viktima tashmë. Po, 6 viktima,